une e kam me veset të cilat do bëj çmos t'i largoj nga PD-ja. Hapi i radhës cili është kësaj? Hapi i radhës është kthimi i legitimitetit zgjedhjeve. Kjo është shumë e rëndësishme. Që do thotë? Do studioj gjitha mënyrat se si të përsëritet procesi me 200 antar dhe jo me 237 votues, së pari. Hapa ligjor, së dyti, do ta mendoj këtë punë se ne jemi sa u hap kjo gjë. Po. Së dyti, deserifikimi i Partisë Demokratike. Ka një urdhër të Departamentit Shtetit për të studiuar dhe për të vëzhguar ekstremin e majt kudo në botë. Ne, si forcë djathtë që kërkojmë dhe mbështetjen e Partisë Republikane, ka ardhur momenti të ndahemi jo me fjalë, se deklarata mund bëjmë çdo ditë ne, po me vepra. Atë që i kanë propozuar Këshillit Kombëtar, ose ta bëjmë, ose t'i thonë amerikanëve që ne nuk e bëjmë. Është e rëndësishme. Kalime se Sorosit para se kalime tjetra. Kalime se Sorosit nuk përdeli sa më se një shumë. Ka njerëz të cilët kanë përfituar në mënyrë direkte nga Sorosi, nga fondacioni Open Society Foundation, dhe janë trajnuar, janë shkolluar, janë sponsorizuar projekte caktuara. Duhet parë kjo gjë. Unë s'du të bëj gjuhët i shtrigash, unë duhet vët një standard. Dhe janë në PD po ose drejtuese apo si janë? Apo janë antarë? Duke qenë se unë nuk doja të bëja gjuhët i shtrigash, thosha arbëjt ja kanë bërë këtë gjë, unë po them të kundërtën. Po them vëmë një standard që këta njerëz të mos kenë mundësinë të jenë në pozicione drejtuese. Le të jenë antarë, po ti s'mund të jesh në kupolën drejtuese të PD-s. Se ç'kuptim ka një djathtë që i beson filantropi i maj që do të shkatroj djathtën botërore. Ka kuptim, ka sens kjo gjë? Nuk ka. Po ka numër të lartë apo numër të ulët? Se duhet ta ezaroj dhe ti nuk je konspiracionist. Standardi. Ti thua gjërat ashtu siç janë. Standardi po insistoj. Atëherë, miratimi i standardit tregon qasjen e PD-s. Standardi i nxjerr pastaj. Pa nxjerr standardin ne nuk hym t'i bëjmë gjotinën kurrë. Jo, absolutisht. E dyta, njerëz të lidhur financiarisht me qeverinë më të korruptuar të Europës nuk mund t'i kesh kupolën drejtuese. Unë, nëse jam antar kryesie dhe marr 5 milionë euro tendera në vit nga qeveria, interesin e kujt më bëjon? Të opozitarëve, të publikut apo xhepit tim? Kjo është pyetje shumë serioze për ta bërë. Ka vetë të tim PD? Në qoftë se këta nuk vendosin standard, janë në të drejtë zotit demokratët që të fillojnë gjuetin e shtrigave. Se është standardi padurueshëm. Kjo është stabilokracia. Po ku ishin, pse s'ishin biznesmen këta para se të hynin politik, ka suksesshëm. Kjo është e keqja e këtij vendi, more. Që parat, mbani më në ramën kur thoshte fap filloset, kështu ndahen të tepsi. Prandaj them, o do kesh standard dhe do kesh një mënyrë morali politik, do i qasesh publiku duke thënë unë nuk jam hajdut. Si kam vjet kujt gjë, jam i pastër dhe i bie çdo kujt prej atyre që vjedhin në Shqipërinë, ose do kesh këta që mbillin gojën për këtij si bim dot se ky më sponsorizon. Tash të dyja nuk i bën dot. O do bësh këtë, o këtë. Unë kam çuar kërkesën për standard. Duhet të jetë ky standard, bazuar në praktika ndërkombëtare dhe ligjin e konfliktit interesit. Një tip parim është. Pra ti s'mund të jesh drejtues i lartë në Partinë Demokratike, se i vogël mund të jesh, nëse i lidhur me tendrat përmes familjarëve të afërt, rrethit të afërt, apo në mënyrë direkte. Sti edhe biznesmen të energji, se nuk është se ka hapur kompani dhe punon me kompani private dhe provon për këtë vend, se s'kemi gjë me ata. Po këta të lidhur këtë tendrat dhe në kryet të strukturave nuk shkon më valla. Nuk ta pranojnë njeri këtë, se kjo është hipokrizi. Në këtë kontekst them, këto të dyja janë jetike për Partinë Demokratike. Kjo ndan shapin nga sheqeri. Kjo ndan rrugën që ti do ndjekësh. Je me sheshin, je me qytetarët, apo je me sistemin politik. Sistemin e kemi në ramën, por s'kemi nevojë për tjetër. Aleksandër, nëse nuk do ketë një reflektim të tillë në PD, çfarë do thotë? Si do ta lexojë ti këtë dhe presim një gjë në shtator apo jo? Tani, pa i hyrë konspiracioneve, edhe unë edhe ju, jemi qartë që këtu ka një vëmendje të shtuar partnerëve për ta çuar Shqipërinë në Europë. Dhe hyrja e Shqipërisë në Europë kërkon, siç e ka shkruar zoti Rama, kurban. Ndodhi në Kroaci kjo punë, nuk është fakt për qeshur, është po kështu. Ndodhi në Kroaci kjo punë. Ivo Sanader është ish kryeministri i cili u arrestua për një kontratë premtimi. Po partia e tij është ndër pushtet. I shiti nuk ka rënë asnjëherë nga pushteti që nga e ka. Patjetër më po. Ra koka.
shiti kompani shtetërore të naftës një 3 karburanteve në Hungari, të cilët me kontrakt premtimi, dhe këtë ma ka thënë ish presidenti i Kroacisë, Stipe Mesic, i cili është personal, ma ka thënë vetë parë, kemi qenë për darkë, ka qenë dhe zoti Berisha aty, që a i tha as parat nuk i mori. Kishte i kontrakt premtimi për $10 milion, e arrestuan dhe e lanë 10 vjetë në burg. Edhe mduket se ka akoma vitet tjerë. I kanë sekuestruar çfarë ka patur dhe edhe familjen e ka keq, por Kroacia hyri në BE. Tani ky që merr peng biznesmen për të hequr tenderin që t'i japi Baxhanakut ke akshi. Mendoni ju që s'do bëhet kurban për të hyrë në BE? Ky që shet interesin publik, që shkatroi flotën ajrore të Shqipërisë me Baram presidentin dhe pastaj e bëri president nga shef shtabi, për t'i dhënë bazën e NATO-s, që e prishin vendimin brenda NATO oligarkut. Që këta janë skandale epike, që merret me biznese të dyshimta kundër interesave të SBA-ve në Shqipëri. Mendoni ju që ky s'është në sit, ky megalizues, që përdor pushtetin e vet për të qerasur me qoka, Mogherini, ku diun, lloj zyrtari. Të gjitha janë të zbardhura, emri i tij del në shumicën e dosjeve ndërkombëtare të trafikut të drogës. Kjo është fatkeqësia e vendit tonë, sepse ne nuk përmendëm ndërtimin. Mund ta përmendim. Dhe patjetër, dhe ndërtimi në Shqipëri është vetëm pasojë e rrugës që Edi Rama ndoqi me ekonominë shqiptare. Rama kishte një ëndër, të bëjë pronari më i madh i ndërtimit në Europë, dhe është bërë tashmë. Ai duhet kishte përqindjen më të lartë ndërtimit në Europë, dhe për shkak të stilit vet që jep leje edhe aty ku nuk imagjinohej, sa kryeministra ka pas Shqipëria nga 90-ta, që nga Wilson Ahmeti në radhë. Më thuj kujt i ka vajt mendja më ndërtu te liçeni artificial. Konceptore edhe jo një pallat, po kompleks pallat. Po kujt i ka vajt mendja që mund të ndërtohet aty ke pemët, që mund t'i marrësh ti mbrapa Politeknikut, edhe të bësh pallate. Kujt i ka vajt mendja që mund ndërtosh Butrin? Kur kujt? Vetëm këtij. Pra, gjëra që as nuk konceptohet. Jo se si bënin dot ata para Ramës. Po nuk e konceptohet. Kishin një vit të kuqe. Po konceptohet më por nuk ndërtojnë pa që ka një vit të kuqe. Dhe ky ka bërë të paimagjinueshmën. E ka bërë për interes të xhepit vet. Do del dhe thot, shikoni thot, turizmi është rritur. Ky ka më asete turistike. Kush i ka? Populli ka? Ne skemi, nuk ka ekonomi Shqipëria nga turizmi. Se s'provon asgjë. Lisandro, unë jam dakord, dhe ti më denoncues dhe një zë i fort opozitar. Jam i vërtetë se mlidh pasionin me politikën, s'ka pas interes. Edhe është asaj që nuk diskutohet, po edhe mënyra si artikulojnë gjërat. Por antipodi, a është zoti Berisha e vërtet e kundërta e zotit Rama apo jo? Dhe më jep edhe një koment. Ti ishe për rizgjedhjen e zotit Berisha në krye PD-s me gjithë këtë situatë? Njeriu e zgjedh se çfarë do të jetë, nuk është si dukesh. A dukesh e kundërta apo njeriu zgjedh sjellja politike përcakton atë që edhe atë që do të bësh. Unë mendoj që ai është lider historik. E kam thënë publikisht. Është një atribut që e ka, nuk është sikur të vendoste të mos dilte fare nga shtëpia, absolutisht që gjithë demokratët do shkonin për mendim të ai, do e takonin, do e respektonin sa t'ishte gjallë. Si që bën 2013-2020. Nuk ja priste njëri qefin. Do të rish kryet PD-s rri, do të rish në shtëpi rri, ku do të dojë ai është lider historik i PD-s dhe këtë atribut nuk ja heq dot njëri. Mendimin i artikuluar publikisht paktën prej 2 vitesh. Të duhet të zgjidhte ekipin qeverisës. Kandidat për kryeministër, për kushtet që ka Shqipëria. Pa të mos ishte kandidat për kryeministër. Një njeri pro-amerikan, se na duhet mbështetja e SBA-ve në këtë moment delikat geopolitik që po kalon rajoni dhe bota, dhe një ekip njerëzish të cilët nuk t'i kap njeri për xhakete. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nga 2013 kur ne eram në opozit, shtresat filluan të shtyjnë njëra tjetrën. Ish ministrat nuk ikën. Erdhi i palë që ishte poshtë tyre donte vajë vendin e vet nuk iku. Një palë tjetër e provoi zoti Basha, një palë tjetër e provon koha, dhe aty u bën një mishmash për shkak mungesës qarkullimit të elitave. Ky është problemi i PD-s, që nuk di ti thot dikujt bollo zotri. Tani do vi arbri. Dhe të ketë një sistem qartë të qarkullimit të elitave, të sistemit karrierës, nuk ekziston kjo. As sot. Sot është hajde se të kemi gjetë një vajzë mirë në Bruxelles. Nuk, më falë, kemi një djalë mirë nga Londra, i shkëlqyer,
si zoti Basha nga Hollanda, ky është një model që është model